Një bum I madh në lojrat e fatit online në të gjithë Afrikën po merr hov, qeveritë po rrisin taksat për të frenuar rreziqet e varësisë dhe për të mbushur arkën e varfër shtetërore. Në tregun më të madh të Afrikës së Jugut, industria po përpiqet të kundërveprojë. Dikur një aktivitet I specializuar, lojrat e fatit kanë shpërthyer në të gjithë kontinentin si rezultat I llogarive të basteve online lehtësisht të disponueshme. Regulatori I industrisë së lojrave të fatit në Afrikën e Jugut, Bordi Kombëtar I lojrave të fatit, vlerëson se 2/3 e të rriturve merren me lojrat e fatit online, një rritje e ndjeshme nga 30% në vitin 2017. Qeveria ka propozuar një taks kombëtare prej 20% mbi fitimet e lojrave të fatit online, e cila thotë se do të dyfishonte të ardhurat nga sektori në $607 milion në vit nga 4.8 miliard që janë aktualisht. Projekt ligji do të paraqitet ligjvënësve këtë vit dhe propozimi përfundimtar I taksave do të prezantohet në shkurt 2027 sipas thesarit kombëtar. Disa parti politike të përfaqësuara në parlament kanë shprehur mbështetje për taksën. Firmat e basteve po lobojnë fort kundër tij duke argumentuar se taksa nuk do ta frenojë bigjozin problematik, por përkundrazi do ta shtyjë atë në faqet e fsheta, të cilat ata thonë se do të përhapen pa barrën shtesë të taksave. Firma lokale e basteve Hollywood Bets, një nga më të mëdhat në vend, nuk ka komentuar publikisht mbi propozimin e taksës, ndërsa Betway e listuar tha se do të flasë përmes organit të industrisë, shoqatës së bastorëve të Afrikës së Jugut. Thirrjet për ndihmë në një linjë kombëtare ndihme për të varrurit nga kumari janë rritur me më shumë se 2/3 gjatë vitit të kaluar, tha për Reuters Simelane Kuntana, drejtoresh ekzekutive e Fondacionit të Kumarit të Përgjeshëm të Afrikës së Jugut. Fondacioni vepron si një qendër kombëtare krize për lojtarët problematik dhe trajtoi më shumë se 4.600 njerëz për varësi vitin e kaluar nga 2.600 në vitin 2024. Simelana Kuntana thotë se shumica e afrikano-jugorëve luajnë nga dëshpërimi më shumë se sa nga argëtimi, po përpiqemi të luajmë kumar për prosperitet, tha ajo. Reuters foli me 2 të veçpallur të varur nga kumari në Afrikën e Jugut, të cilët nuk donin të identifikoheshin për shkak të stigmës së lidhur me këtë çështje. Të dy thanë se vështirësitë ekonomike I kishin shtyr ata drejt kumarit. Vendet e Afrikës së Jugut, Malawi dhe Zimbabwe prezantuan rritje të ngjashme taksash mbi fitimet e kumarit këtë vit. Comme un automatisme en fait. Je joue Në fakt është bërë automatike. Unë luaj kur kam para. Është bërë pothuajse refleks. Instinkti im I parë është pse të mos shkoj të luaj në lojë. Fatkeqësisht, por është bërë pothuajse refleks. Gjithsesi nuk ka ndonjë arsye të veçantë. Un réflexe quoi. C'est pas y a pas de raison pas. Në Senegal, një lojtar kumari që identifikoi veten me inicialet e tij IA, I tha Reuters se ju rikthye kumarit pas një ndërprerjeje 5 vjeçare. Kur njerëzit më pyesin se ku shkojnë paratë mia, nuk mund ta shpjegoj dhe më duhet të gënjej, tha ai. Më dhemb, si mund të mos them të vërtetën? Mal, souvent, parce que c'est pas Déjà ce qui me fait mal souvent. Shpesh ndjem keq sepse ajo që më dhëmbë është të di se sa shumë punoj. Vështirësia e punës time dhe I marr të gjitha ato para dhe I vë bas në lojrat që humbas. Më dhëmb sepse vetëm pasi humbas që kuptoj se çfarë kam bërë. Të punoj me orë të tëra dhe pastaj të vë bas ato para vetëm për të humbur në çast, më dhëmb vërtet seriozisht. Après avoir perdu que je me suis rendu compte de la bêtise que j'ai fait. Me taper des heures de boulot et venir Senegalezi 37 vjeçar që jeton në kryeqytetin Dakar filloi të luante baste sportive në vitin 2017, fillimisht duke vënë bast 300 franga afrikane ose $0.53 në javë në baste sportive, ndërsa punonte si arkëtar në një kompani lojrash fati. Kur filloi të punonte si menaxher, tha se filloi të vidhte nga arka duke humbur mira franga në baste. Humbi punën, por thotë se I shmangu paditë duke I kthyer parat. Écoutez, non seulement comment diriger encore exactement mon poste dans l'entreprise, mais ça a fait que j'avais tellement. Më kushtoi jo vetëm menaxhimi I pozicionit tim në kompani, por u turpërova aq shumë sa që vrotisa në Gambi. Shkova atje për të. Ishte më shumë për të shpëtuar turpin se sa për të shpëtuar çdo ndjekje penale, sepse mendoja se nëna ime, familja ime, të gjithë do të zbulonin këtë. Fatkeqësisht ata shpresonin se do të vija. Në fakt gjithçka ndodhi brenda 24 orësh. Arrita depozitova parat.
Mora pozicionin tim mbikëqyrës në Dakar. Erdha pata një problem me 50.000 franka, luajta Birxhos dhe i luajta Birxhos të gjitha parat. Kjo ndodhi brenda 24 orësh. Ils avaient de l'espoir que je vienne. En fait, tout s'est passé en 24 heures. En fait. Je venais, je verse l'argent, je prends mon poste de superviseur. Je viens, j'ai un problème de 50 000, je joue et je joue tout l'argent en fait. Et ça s'est passé en 24. 3 muaj më parë, IAA filloi të luante përsëri pasi dëgjoi fshinjin e tij të përmendte një aplikacion të ri për baste të menjëhershme. Në jojon e njohur të varësisë, ai ka shkarkuar dhe fshir aplikacione vazhdimisht. Lojtarët e Afrikës së Jugut vun baste rekord prej 93.18 miliard dollar në vitin financiar 2024-2025, tregojnë statistikat nga Bordi Kombëtar i Lojrave të Fatit. Kjo është një varësi sjelljeje, quhet varësi procesi, dhe në këtë mënyrë ndryshon nga një çrregullimi i përdorimit të substancave ose një çrregullimi i përdorimit të alkoolit. Quhet gjithashtu varësi e fshehur ose e heshtur, sepse është më e vështirë të shikosh një të varur nga kumari dhe të thuash, "Oh, po, shoh që ke një varësi." Qeveria e Afrikës së Jugut në një dokument të nëntorit 2025 argumentoi se taksa propozuar do të zvoglonte përhapjen e aktivitetit të lojrave të fatit online dhe do të dekurajonte lojrat problematike të fatit. Është mbijetesa, po përpiqemi të rrezikojmë me prosperitet dhe kjo nuk është mënyra se si një vend bëhet i begat. Ne kemi nevojë për mjete alternative që të rinjtë tanë të gjejnë punë. Por në një paraqitje zyrtare drejtuar thesarit, shoqata e bastorëve të Afrikës së Jugut, e cila përfaqëson rreth 1/4 e 400 bastorëve të vendit, tha se do të ishte më efektive të luftoheshin faqet e palishme të lojrave të fatit. Aktualisht taksat mbi lojrat e fatit përcaktohen nga autoritetet provinciale dhe mesatarisht janë midis 6 deri në 9%. Taksa e re kombëtare do të rriste normat totale të taksave deri në 29%. Sean Coleman, drejtori ekzekutiv i shoqatës së bastorëve të Afrikës së Jugut, argumenton se taksa totale nga një përzierje e taksave provinciale të vlerës së shtuar dhe kombëtare dhe taksa e re do të ishte 38.5% e fitimeve. La taxe nous a été présentée comme un moyen de... Sot, taksa na është paraqitur si një mjet për të inkurajuar pjesëmarrjen qytetarëve, një mjet edhe për të rimbushur arkën e shtetit, duke pasur parasysh krizën aktuale me të cilën po përballet Senegali që nga viti 2024. Dhe nga ana tjetër, shteti ka paraqitur këtë taksë si një mjet për të pengur lojtarët që vuajnë nga varësia ose që kanë problem të tepëruar me lojrat e fatit. Por sot të gjithë bëjmë dakord se nuk mund ta trajtojmë ose të shorojmë varësinë përmes taksimit. Është gjithashtu e trishtueshme të theksoj si shoqat se shteti sot na flet për taksat, por pas tyre është mirë të ndërtojmë ndoshta spitale, të riparojmë rrugët tona dhe gjithçka. Por cila është pjesa sot që është menduar për këta lojtar, që janë viktimat e para të kësaj industrie lojrash fati? Aujourd'hui qui est destiné à ces joueurs qui sont les premières victimes en fait de cette Shoqata po i paraqet qeverisë një argument se propozimi i saj do t'i çonte lojrat në faqe internetit të palishme, pasi kompanitë e regjistruara ligjërisht mund të bëheshin më të shtrenjta dhe fitimet më pak tërheqëse për lojtarët. Ky do të jetë një kundër propozim nga ne, është të shkojmë dhe të adresojmë tregun e palishëm dhe të gjithë të korrim për fitimet, tha Coleman. Ndërkohë Senegali, i mbytur në borxhe, njoftoi taksim shtesë të lojtarëve të fatit në planin e tij të rimëkëmbjes ekonomike vitin e kaluar. Seydina Mohamed, kreu i një shoqate senegaleze që organizon takime të grupeve mbështetëse me të varurit nga bastet, dyshoi se taksa do të ndihmonin nëse nuk ka një politik në vend për të mbështetur këta lojtarë që vuajnë nga varësia. This is a behavioral addiction. It's called a process addiction. And in that way it differs from... Po luajmë nga dëshpërimi si vend, jemi të dëshpëruar, ka një numër të lartë papunësie. It's also called the hidden or silent addiction because it's